Mirëmëngjes të dashur akrepër. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është 6 të monedhës. Shikoni me vëmendje këtë fotografi dhe si po dhuron. Mund të jesh ky apo mund të jesh ky. Nuk ka rëndësi. Që të dy japin dhe marrin me dignitet. Kjo është i gjithë thelbi i këtij mesazhi. Çfarë jep të dashur akrepër, kthehet. Jep me zemër, kërko me dignitet. Jep ndihmë ose prano atë që të nevojitet. Nëse je në një pozicion dhëruesi të dashur akrepër, ke diçka për të dhënë, kohë, energji, para, vëmendje, mos e nënvlerëso fuqinë që ke për të ndryshuar ditën apo jetën e dikujt me një veprim të vogël. Nëse je në një pozicion marrësi, nuk ka turp të pranosh ndihmë. Nuk duhet të jetë turp. Jemi njerëz dhe gjithë do bëhemi njëherë nevojtar për njërin apo tjetrën gjë. Nuk ka turp pra të pranosh ndihmë, të kërkosh ndihmë është një akt force. Këtë ta mbani mend, të kërkosh ndihmë është një akt force, jo dobësie. Nëse ka të bëjë kjo në një marrëdhënie, ka një nevojë për ekuilibër, apo po jep më shumë se po merr, apo ndoshta po merr më shumë dhe ndjen që është koha të japësh mbrapsht me zemër mirësi. Në aspektin material mund të tregoj se vjen një ndihmë financiare ose mundësi për të stabilizuar një situatë të dashur akrepër. Kjo le të shpesh tregon edhe shërbime shpirtërore. Dikush mund të ndihmojë pa pritur asgjë në këmbim. Një fjali për ta mbajtur mend. Bujaria nuk është sa jep, por si e jep të dashur akrepër.